Ka ndryshime në kalendarin e kampionatit kombëtar të boksit për të rritur, i planifikuar për të zhvilluar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të Durrësit nga premtja në të diel. Me një vendim tjetër të ditës së sotme, Federata Shqiptare e Boksit ka spostuar aktivitetin në qytetin e Vlorës, një zhvendosje që përbën ndonjë shqetësim për kampionatin kuqeblu të boksit Shkodran, ku Vllaznia mbetet sërish pretendente për të fituar titullin 27 kampion. Një gjë të tillë konfirmon dhe boksieri Bekim Vjerdha, i cili për interes të pikëzimit epikor në një kampionat do të sakrifikojë jo pak për të boksuar në peshën e rënd, 2 pesha më lart se pesha e tij aktuale. Përgatitja ka vazhdu si gjithmonë që Vllaznia e çon deri në fund, domethënë punën e saj për ditë kena bërë service të fortë. Sakrifica ja vlen për dihet që ka më dalë Vllaznia kampion, kështu që nuk është problem në ajo pjesë. Çdo ditë kemi bërë ka 2 seanca servitje. Besoj se do të shpërblehet. Përsuri është strategu jonë dhe e din më mirë është lëvizje që bëhet në ekipin tonë. Kështu që ne jena në mbështetje të ekipit do të përsuri dhe do të dalim më mirë besoj. Nga sa bëhet e ditur, ditën e parë dhe ditën e dytë e kampionatit kombëtar të boksit për të rritur do të zhvillohet të premten dhe shtunën, ndërkohë që finalja do përcaktohet dhe ekipi kampion për vitin 2025 do të zhvillohet paraditën e së dielës.